Dikur tronditi botën, por sot nuk do ta njihni më këtë vajzë. Një vit më parë fotoja e adoleshentes nga Jemeni tronditi mbar opinionin publik. Ajo vuante nga kequshqyerja dhe fotografia e saj ka bërë xhiro në rrjeteve sociale duke prekur zemrat e shumë njerëzve. Pas publikimit të fotos, shumë organizata i erdhën menjëherë në ndihmë Saidës. Ata u kujdesën që gjendja e saj shëndetësore të përmirësohej. 19 vjeçaria tani peshon 36 kg. Dhe rreth 11 kg më shumë nga atë shpeshonte tetorin e kaluar. Babai i saj ka thënë për Daily Mail: para një viti ajo nuk ishte në gjendje as të fliste as të hante ushqim. Por tani është krejt ndryshe. Saida është në fat sepse në Yemen ka ende fëmijë të cilët vuajnë nga kequshqyerja. 1/4 e popullsisë vdes nga uria, ndërsa 2135 njerëz kanë vdekur nga kolera.